demokratike, unë mendoj që po t'isha Sali Berisha, mos ma dhënë Zotit, do më thënë, në asë një rast, po mendoj që do t'ishte gjëja më mirë që në këtë rast të ndërmerrte një masë tjetër. Ta hiqte këtë lloj karnavale të Partisë Demokratike përpara kryeministrisë, sepse po tregon që partia e tij është në gjumë. Në momentin që qeveria është përpara një dimri politik me shumë akuza e tjera, me vetë konsumimin që merr një pushtet kaq i gjatë, Partia Demokratike fle gjumë dhe shkon në këtë drejgje, domethënë, ku nuk mbledh as 100 veta, është motivimi më i keq. Spaku është opozita e vërtet, është e vërtet. Kjo nuk mohohet dot. Dhe qytetarët pse sulmon Spakun se kuptoj dot? Po sulmon sepse ka hallin e vet. Do të thënë ai është në atë që thua ti tek ajo pjesë që praktikisht është i korruptuar. Praktikisht është i korruptuar, ka të njëjtin hall siç kanë gjithë pjesa tjetër e korruptuar e politikës shqiptare. Se Martini tha që PD-ja është në gjumë. Partitë politike Martin dihet që janë një trup politik. Mirë po, që të thuash që është në gjumë do thotë që ekziston ky trup politik dhe po flësh në krevat. Partia Demokratike në këto kushte është ajo që thotë Engeledi, nuk është më trup politik, është shpërbër. Do të thënë, e kemi thënë në emisione tjera këtu. Po vjen ndërtim Partia Demokratike në vetë ekzistenca e logos. Kemi një parti demokratike të Sali Berishës, kemi dhe një parti demokratike dhe një më tej se Partia Demokratike e djatha shqiptare, e cila është më e madhe se Partia Demokratike e Sali Berishës. Pra, kemi një lloj shpërbërje. Dhe ne kemi parë sondazhe ja për javë. Po pra, kemi një lloj, kemi parë në sondazhe. Kemi një lloj shpërbërje të kësaj. Kështu që në këto kushte nuk mund të themi që po fli gjumë, ajo nuk ekziston më, është fundi i cikli pas 35 vjetëve. Këto ditë po bisedoj edhe me Engeledin aty jashtë,